ti, ula? Të mirë. Po. Te unë. Po. Selin, rregullon mikrofonin. Po të nëjë biset me Mirin titi, apo janë ngecën Kristit? Ore, Miri s'ka fol asnjë fjalë. Asnjë. Edhe një që tha Lorea erdhën dhe më thanë që po fliset e lavanderia, s'po flisë fare, s'ka fol as e llaf. Po kishit njëri tjetër se pashtë edhe nga Xhami edhe. Ë? Kishit njëri Ishte tjetër. Stelina më. Po, e vora rrëdha unë që ishit bashkë atje në momentin që u Jo, futa jo, unë. ishte Stelina me ne. Në momentin që u futa unë, Niku pastaj. Stelina. Jo, Miri. Miri, sa kishte ik Stelina? Që rrobat e tua me bë maçë. E i ka thënë vetëm, o mal, po vdes të flas, o mal, me zor pres të flas, o Kristi vej këtë labelin, nëse je okay, i thoshte nëse je okay, vej këtë labelin këtu lart. Nëse Gjesme ka ndryshuar gjërat, ku di unë bëj një gjë. Edhe unë e mora, e hapa dy buzët, edhe sa bëra me bëra. Edhe një tavë në tokë. Aha, ja po daj. Miri. Jo, mos ka folë asnjë fjalë. Ai mendon tash se ti i ke rëshkitur edhe është çik i tmerruar në lidhje me këtë gjë. E ke parasysh se ka qenë nga persona që ka menduar se mund të manipuloj shumë kollaj. Se ki që keni bë këtë, nuk pëlqen fare se keni trajtu kështu. Po jo, me ka thënë vetë ai me gojën e tij. Se po e trajtojmë ne. Mirë, ai e ka thënë, ka mbajtur përgjegjësi për atë që ka thënë. Po. S'kam mendim mbi këtë. Asun fare. Të tipit ai ka frikë apo ai ka po bëj paranoiak apo ai po mendon se. Unë them vetëm që do t'i vite keq normal, nëse kush do një më pak. Ai ka një merak që e ti këtu brenda dhe kaq. Thjesht nga ana njerëzore po ti e ka merakun. Nga ana lojës. Se nga ana njerëzore nuk. Po çfarë njerëzore më? Që janë Ana njerëzore. Po ata Ai po e them. di që kjo ti ta mbaj veten, po ideja është këtu që thot çfarë po ndodh ndej, mos diun. Mos është stina me grupin e vet. Kam pak goxha diskutime. Na më zor pres të tregoj, o Kristi, siç edhe Kristi në mes krevat. O Kristi më zor pres të tregoj të gjitha. Nuk është ashtu si duket.